Përçarja mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Elon Musk u përkeqësua edhe për shkak të një përleshje midis miliarderit të Afrikës së Jugut dhe sekretarit të thesarit Scott Bessent, e cila ndodhi javën e fundit në shtëpinë e Bardhë. Kjo u raportua nga Washington Post, e cila citon si burim ish strategun e Trump Steve Bannon, një nga kritikët më të ashpër të Musk, sipas gazetës amerikane pas një debati në zyrën ovale mbi ato se kush duhet të drejtojë shërbimin e të ardhurave të brendshme. Autoritetit tatimor amerikan, Musk dhe Bessent vazhduan grindjen e tyre jashtë. Bessent, kandidati në krye të thesarit i favorizuar nga Trump, e quajti Muskun një mashtrues total në lidhje me objektivat e tij për $1 trilion shkurtime të shpenzimeve federale. Në atë pikë pronari Tesla, sipas historisë së Bannon, e shtyu Bessent me shpatull dhe Bessent reagoi duke e goditur me grusht. Ishin kalimtarë të rastësishëm ata që neutralizuan sherrin, ndërsa Musk u shoqërua me forcë jashtë ambienteve. Kjo është e tepërt, mësohet se ka thënë Trump. Kujtojmë se më datë 30 maj të këtij viti, në paraqitjen e tij të fundit në zyrën ovale për kryepresidentin Trump, njeriu më i pasur në botë kishte syrin e nxirr. Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Trump, e pyetur për këtë çështje, u përgjigj thjesht se presidenti Trump dhe e gjithë administrata do të vazhdojnë misionin e rëndësishëm të uljes së shpërdorimit, mashtrimit dhe abuzimit në qeverinë tonë federale në emër të taksapaguesve dhe miratimi i bjellë projekt ligji i buxhetit i Trump, i sulmuar ashpër nga Musk, është thelbësor për të ndihmuar në përmbushjen e këtij misioni.